Çmimet thyen rekorde, vështirë arrim ta përmbylli muajin. Para festës i shtrenjtuan çmimet. Janë disa nga komentet e qytetarëve në prag të festës së Kurban Bajramit për rritjen e papritur të çmimeve të produkteve. Ata thonë se çmimet po rriten me shpejtësi marramendëse ndërsa festa po bëhet më shumë barë financiare se sa gëzim shpirtëror. Hoje po ka çuvar kako ne. I në pazarit e Što komentar, nikakav nema komentar, oni si oprav sveta. Ne, ja sa 20.000 dinara ništa. Ništa, ne može ništa da... može da kupi onaj koji ima poiše nešto, zaработува poiše, има од странство деца едно друго све. Тие може, дали? Со оваа плата што го имамо, тешко. А мислим дека да. Да. Што мислите во однос на цените? Високи ли се цените? Високи се. Да. Ете, со основни примања може да се врзе крај со крај во месец? Не може. Приведејќи стварно многу покачени цени има. Све што има покачено. Со минимална пензија ништо не правиме. Да ти кажам искрено. Треба да ги смалат нешто цените, бидејќи многу ужасни се. Nga Inspektorati Shtetëror i Tregut, muaj më parë njoftuan se do të bëjnë analizë të çmimeve në rrjetet e marketeve dhe se rezultatet do t'i dorëzojnë Ministrisë së Ekonomisë dhe Qeverisë. Pas kësaj, nëse konfirmohet se tregtarët i kanë rritur çmimet, do të merren masa të reja. Inspektorati i Tregut sot për Alsat njoftoi se raporti është në fazën përfundimtare dhe se janë kontrolluar mbi 100 rrjete marketesh, importues dhe distributor.